Atëherë, shkojmë në fermë për dëgjuar mendimin e të dyja vajzave. Mund ta nis kush të doj, nuk do doja të isha unë ajo që do të jepja fjalën njërës ose tjetrës, jeni të lira të dyja të flisni. Arbana po e nisun. Okej, ja. Mendoj që kemi qenë shumë të qarta në qasjen pas debatit që kemi patur këtu. Nuk kemi patur mundësi as ta ridiskutoni me njëra tjetrën. Mendoj që na është dashur të reflektojnë dhe t'ja themi njerëzve që kemi dashur të konfidohemi qofte dhe agajit, edhe unë nuk kam përshtuar asnjë gjë. Të gjitha i kam thënë ashtu si që kam menduar nga aja të zhëja dhe vazhdoj i mbetem të njëjtit mendim. Okej. Për mua ishte zhgënjyese, kaq mund të them. Ishte zhgënjyese reagimi i Sonit në spektakël? Po, karshi meje. Nuk do e bëja unë, po t'isha në vendin e Sonit. Thjesht për respektin edhe për vitet që kemi kaluar së bashku në për evente apo si kolege. E kuptoj. Son? Unë e kam sqaruar edhe tek Agaj, kur më shmar mendim për situatën, nuk është dhënë e plot, e kam thënë që nuk kam asgjë madje, kur kam marrë vesh që është Jonida në fermë jam gëzuar, dhe kam thënë sa mirë sepse do kem një person që i përket fushës time dhe normalisht që do e kaloj shumë më mirë. I vetmi reagimi imi, e kam sqaruar edhe tek Iliri edhe në fermë, është tallja që ishte bërë Malborës nga Jonida dhe nga Sara gjatë kohës të prajmit, dhe e shikoja Malborën që po i shikonte çuditur se çfarë po ndodh. Malborën kam arritur ta njohësh, një vajzë me shumë bagazh, vjen nga një familje mrekullueshme, ka një nën artiste, këngë që neve sot i këndojmë. Malbora ka një formim si grua shumë të arrirë, është shumë artikuluar, na fal shumë dashuri, kulturë dhe bisedat me të janë vërtet shumë të bukura dhe ke se çfarë mëson. Dhe gjatë prajmit kaluar ishte një përplasje ndaj Jonida, Malbora, gjë që ishte shumë okej, po flisnin... Nuk e di po flitet për marrëdhënien tonë apo Malborës? Me të treja, Trekëndçi, Bermudës. Atletet e tjerë, dhe pastaj kur ti Arbana më kërkove dhe mendimin për këtë situatë, unë të them të drejtën u shqetësova nga gjithë ajo tallje që i bëhej Malborës non-stop. Tallje është qeshja, nënqeshja. Të them të drejtën, edhe sikur ti, dhe e thash, edhe sikur ti ishte e kundërta, apo me çfarë do lloj vajze që do ndodhte këtu, unë do reagoja. Sepse nuk ishte okej, ashtu sikurse dhe Sarës, për shembull, nuk i pëlqen që vajzat e tjera, ku di unë, mund të atakojnë, madje me që rafjala për Sarën, nëse të gjitha nuk e kanë pas qef, unë thoja jo, prit. E kuptoj, po mos kalu nga dega në deg. Pra, po më thoni që mes jush nuk ka ndonjë konflikt të fshet. Nga unë, jo. Thjesht kam reaguar ndaj situatës, sa të di që për mua bë shumë shqetësuese. Që nga mënyra se si ju tha në dhomë me atë lloj deklamacioni, unë për vete doja kisha marrë veçantë, do i kisha thënë Malborë që shikos është mirë kjo gjëja. Gjithë reagojmë ndryshe në format të ndryshme. Ti si e unë, si jam ti. Askush për nesh, çdo kush është unik. Kështu që ti s'mund të mendosh se si duhet të reagoj unë. Ndaj jemi njerëz të ndryshëm. Shiko, ka vajza që janë më të ndjeshme, janë më të brishta, dhe ndonjëherë nuk arrin dot. Malbora ka një formim tjetër dhe nuk po arrinte, ishte skuqur dhe ishte mekur nga gjithë ajo gjë që nga përplasja që kishit të dhoma. Dhe thjesht, unë i thash Sarës, është një debat mes dy vajzave. Kaq, nuk ajo eskaloi pastaj më mrapa, jo po fillove ti kush je ti, kush jam unë, pastaj normal. Okej. Ti themi gjë? Po, Ermali. Më shkrin fare gocat, kur dëgjoj Sonin kështu që duket sikur sa ka dalë nga meditimi, e qet nga meditimi. Unë jam besimtare, Ermal, besimtare katolike. Edhe unë jam besimtare dhe po duke sikur i relaksuar dhe po flet ka qetë. Unë jam shumë e relaksuar gjithmonë, si që ke bërë re, flas shumë pak. Zemër po të shajt, po të them gjithë pse u vure në sulm ose në mbrojtje. Jo, nuk u vura se thjesht po ta sqaroj, po ndoshta nga që nuk dëgjoj shumë. Meditimi nuk është akt satanik, domethënë e bëjnë edhe këta besimtarët.
thjesht po ta them, po ta përcjell si informacion. Po, themi gjë unë ju të dyjave, se të dyjave ju kam shoqe, dhe po ju them që gjë të dyja. Unë nuk e hakta që thoni juve, që po doni të thoni tani që ju s'keni asgjë. Thuj më mirë nuk e themi, s'dun ta themi. Po s'kemi asgjë, pse duhet ta shpifim? Po s'kemi asgjë, unë dyshoj tani mos ka ndonjë gjë me mua Soni. Ore, unë kam 3 ditë, Soni më thot Malbora. Del gjuminatën, them qa kanë ato të dyja, qa ka ndodhur. Po ku e di unë pra tani, më qafsh, se nuk më duket një reagim që duhet ishte këtu me dispresh. Thjesht unë nuk më pëlqeu. Dhe ti pra më nxjerr Malborën në mes. Jam me zgënjur pra. Po mirë pra, Malbora nuk e kishe kaj shoqe sa që më ke patur mua, për hir të respektit që ne kemi ndërtuar ndër vite. Unë nuk do ta bëja të kurrë Sori Malaj këtë gjë. Sepse unë nuk do arrija kurrë në atë lloj dhune verbale. Jo, turp shmesh ajo çka ta vazhdoj më tej se po ende po japim pesh një gjëje që nuk duhet kishte ndodhur. Për hir të së vërtetës dhe merdi turp kur e pash për herë dytë. Jonida, po më fal. Ty veç turp vjen, ty më mirë me tar turp nga vetja me fol në atë mënyrë ndaj vajzave tjera. Bravo ti, mbro të drejtat e grave, po hap një mbroj të drejtat e grave. Edhe doja dalësh e dashur. Mirë. Unë ja kam dalë zemër. Bravo. Urdhëroj mal, më fal se të Jo, problemi është ky që ju të dyja nuk flisni. Dhe keni vendosur që të heshni. Ajo që di unë është që debati të paktën sjell sqarim edhe i zgjidh gjërat, ndërsa heshtja e zgjat atë dhimbjen ose problemin. Unë nuk kam, do të thënë, unë s'kam dhimbje, zgënjimi kalon. Thet faqja e kapitullit, fillon një kapitull tjetër. Me sa duket ju duhet bëni një që quhet teknika e karriges. Vendosini të dyja në një karrige. Nga ato seancat e tua dhe do e bëjmë së bashku. Vendosini të dyja në një karrige dhe ja thoni njëra tjetra 2 minuta të gjitha gjërat, edhe në fund të kësaj teknike, ju të dyja ose do qetësoheni, do bëni shumë shoqe, do kuptoni që s'ka asgjë, ose do vendosni që juve në jetë të jetëve nuk do flisni më. Jo, ne jemi shumë të qeta, për sa kohë nuk kemi komunikuar këtë ditë, mendoj që na është dashur. Po, unë ju këshilloj që të flisni, sepse ne kemi ardhur këtu për të komentuar ato që ju flisni, publiku do t'ju shohë që flisni dhe nuk besoj që janë të interesuar që ju... Por në fund të fundit, ne jemi human, kemi nevojë edhe për kohën tonë, nuk e kemi me detyrim për saktim, kështu që kam përshtypjen, na duhen hapësirat tona, derisa të vendosim, edhe për hir të publikut, nuk e di se çfarë mund të ndodhi, se sa të vërtet apo hipokrit do jemi këtu. Unë kam vendosur të jem shumë e vërtet. Atëhere, ju uroj suksese. Faleminderit Ermal. Angel, si e ke parë ti debatin e vajzave në spektaklin e kaluar dhe pastaj që si e kanë komentuar ato me njëra tjetrën? Ne diskutuam pak të situatat me vajzave që para 2 prajmesh, ku unë isha shumë me sinqert me vajzat, pavarësisht se të gjitha unanimisht i hodhën poshtë ato konfliktet e heshtura që kishin me njëra tjetrën, ashtu sikur se pam dhe tek diskutimi më parshëm. Përsa i përket Sonit dhe Jonidës, unë kam përshtypje që ngritja e Sonit në prajmin e kaluar ndodhi sepse u përfshi Sara. Pra, ajo kaloi nga një debat mes Jonidës dhe Malborës në një përfshirje të Sarës që kam përshtypje për Jonidën më shumë do të ishte problem fakti që Sara gjithmonë tenton të futet në situatat e saj se sa ndërhyrja e Sonit, që në këtë rast ishte kundrejt mbrojtjes të një fermere tjetër, megjithatë dhe ndërhyrjen e Sonit e shoh pak të vënuar, sepse nëse e ka penguar që në fillim mënyra se si Jonida i është drejtuar Malborës, ka pas mundësi që tek dhoma ta bëj këtë lloj mbrojtje ndaj Malborës. Ashtu sikur se unë jam shumë dakord me ato që ke thënë Soni, pra forma e të thënit që u bë Malborës ashtu publikisht e ngritur e aq e madhe, sigurisht që është fyese në një farë pike dhe pa diskutim e vë në siklet dikë. Ka patur, pra ka ekzistuar forma e dur e komunikimit si e Jonidës me Malborën, ashtu sikur se dhe mbrojtja që Soni donte t'i bënte Malborës, ka pas mundësi të vi pak më herët. Pasi ka ndodhur kjo, ajo që mua më ka habitur është që mbas prajmit të kaluar, vajzat nuk e gjetën kohën as Jonida as Soni të ulen me njëra tjetrën dhe ta pyesin çfarë ishte ai shpërthim ose ai 2 minutë në prime që ashtu sikurse u ndez dhe u shua dhe më pas u diskutua me fermerët të tjerë në për cepa në thonjza. Se nuk keni dashur ta bëni këtë diskutim Soni dhe Jonida? Unë, Arbana, jam tip që mate mjesht mase, do me thënë, derisa kalojnë në një diskutim të zjarrt, them drejtën, i evitoj, toleroj,
e tjerë, dhe mu kur më prishe qefi pak si zër me... e du një kod gjatë, sepse jam shumë e kujdesshme në komunikim. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk më pëlqejnë të tjerët, e gjej një lloj mënyre veçantë me ja thënë, edhe du gjithmonë që të ketë pozitivitet, mirësjellje, se unë vërtet po ja kaloj shumë mirë këtu dhe jam shumë e lumtur që jam në këtë format. Po pak kur më prishe qefi, du i lloj kohe. Mendoj që Jonida duhet ta kisha kërkuar në fakt nga ana e Sonit, arsyem pse Soni u hodh, pse zgjodhi pikërisht atë moment ishte shumë e qartë të zemër, dalë. ishte shumë e qartë ajo, s'kishte... Nuk unë mendoj që nuk është thjesht çështje e momentit. Mendoj që, domethënë, gjërat që Soni ka thënë, të tipit nuk jam si ty që bën shere, apo larg qoftë jem si ty, e tregon qartë që ka diçka shumë më shumë se sa thjesht ai moment. Patjetër që mund të ishte e kujdesshme mënyra se si kundrejt Malboros janë drejtuar për këtë problem që mund të ndodhin, por eskalimi në situata ofenduese, minimalisht, unë personalisht mendoj që kërkohet falje dhe sqarohet që pse ndodhi, mund të ndodhi pse u atarua, donte të mbronte Malborën, pse e ka personale, pse nuk e ka personale. Nuk do doja të bëja viktimën, kurse si. Edhe Armina për kërku falje, Armina, se nëse ato kanë diçka për të folur dhe nëse i mendojnë ashtu, s'kam si kërkojnë falje njëra tjetrës. Nuk po marrë në shumë fjallet e tyre. Se kemi bërë tani dhe ne këtë kërku Angel, falje, do kërku gërmosh ti falje. edhe po të gënjejmë tyne, se këtë s'po e kuptoj, po vënë në dyshim fjalët tona, e kemi thënë të dyja që nuk kemi patur ndonjëherë për kaq vite replikoja konflikt. Arminën që po thoshte kërko falje, se nuk shoh diçka që duhet kërkuar falje nëse Unë jam mendon. bjerë e fyer, nuk doja të bëja viktimën në mënyrë absolute. Fjalët që i tha Soni i dëgjoj gjithë Shqipëria, edhe ne këtu, dhe nuk doja më ta hapja këtë bisedë, sepse e njoh veten time dhe mendoj që më duhet kohë për ta falur Sonin. Nuk jam e gatshme ta fal Sonin. Mua ti duhet mi kërku falje kësaj O, vajzës fare, moj vajzë, fare, po ti nuk je, o, Soni, ti nuk je as kushit të më gjukosh mua. Soni, është marrëdhënia midis meje dhe teje, më kupton? Kuptoje drejt, të lutem. Urdhë? Të lutem shumë, kuptoje drejt. Është marrëdhënia midis meje dhe teje. Për këtë po diskutohet. Mirë, kur të ndërhyj Malbora në këtë cikël të bisedës, atëherë mund ta përfshish. Nëse nuk je dot në gjendje pa e përfshirë Malborën, atëherë e lëmë kaq e sqaruam. Unë s'kam asgjë mënyra. Se po japim shumë minutazhe kësaj çështjeje që s'më pëlqen fare. Faleminderit. Është kaq që do kam reaguar ndaj këtij fenomeni këtu. Okej, do kthehemi tek ju pas pak, mbyllim lidhjen me fermën.